Dy automjete janë përfshirë në një aksident mëngjesin e kësaj të mërkurë në autostradën Fier-Vlorë pranë fshatit të Panajas. Automjeti tip Benz, i cili ka qenë duke parakaluar automjetin tip Passat duke i prerë rrugën për pasojë të dy drejtuesit e automjeteve, kanë humbur kontrollin duke dalë jashtë korsis. Policia dhe autoambulanca mbërritën me njëherë në vendin e ngjarjes, duke marrë dy persona të cilët janë të lënduar dhe duke dhënë ndihmën mjekësore në spitalin e Vlorës jashtë rreziku për jetën, ndërkohë që policia për duke hetuar shkaqet e këtij aksidenti. Dy automjete kanë dalë jashtë rrugës në autostradën Fier-Vlorë pranë fshatit Panaja këtë të mërkurë si pasojë një aksidenti të ndodhur gjatë paradites. Sipas informacioneve paraprake, një automjet tip Benz me targa AA 179ZR dyshohet se i ka prerë rrugën një automjeti tjetër tip Passat me targa AA 418BH. Si pasojë e kësaj manovre, të dy drejtuesit kanë humbur kontrollin mbi mjetet duke dalë jashtë korrisë së lëvizjes. Nga përplasja kanë mbetur të lënduar dy persona, të cilët janë transportuar drejt spitalit të Vlorës për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Fatmirësisht raportohet se ata janë jashtë rrezikut për jetën. Aksidenti ka shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në të dy automjetet e përfshira. Në vendngjarje kanë mbritur menjëherë shërbimet e policisë rrugore, të cilët kanë kryer veprimet dhe po punojnë për zbardhjen e plotë rreth anave të ngjarjes. Paraprakisht dyshohet se shkaki i aksidentit mund të ketë qenë shpejtësia mbi normat e lejuara, ndërsa efektivët e policisë pritet marrin në pyetje dhe drejtuesit e mjeteve, por dhe personat e përfshirë për të sqaruar dinamikën e plotë të aksidentit.